Është mbyllur procesi i votimeve në mbar vendin, edhe pse në fakt qytetarët shqiptar kanë patur plot 13 orë kohë për t'ju drejtuar kutive të votimit, pjesëmarrja ka qenë e ulët. Rezulton se pjesëmarrja është 43,88%, pra rreth 44%. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konstatuar se pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë më e ulta që ka patur Shqipëria gjatë viteve të fundit. Kanë qenë dy arsye sipas KQZ-s për pjesëmarrje të ulët, ndaj dhe organi përgjegjës zgjedhor ka vendosur të shtyjë me 60 minuta procesin e votimeve në mbar vendin. Unë them që në zbatim dhe të kodit zgjedhor, por duke parë realitetin sot që është një ditë bajrami, thash një ditë feste që është për gjithë shqiptarët, pavarësisht se a shumë, por dhe temperaturat shumë të larta që kanë qenë ndryshe nga gjitha ditët e tjera. Njëkohësisht edhe disa probleme që kanë pasur në qendrat e votimit, unë mendoj që neve mos rrim strikt orës 19, por të shtyhet, vazhdojnë dhe nëse vinë deri në orën 20, njerëzit që janë ty vazhdojnë të votohet në gjitha qendrat e votimit aty ku votohet. Kjo është hera e parë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur të shtyjë me 1 orë fatin e votimeve në të gjithë territorin, ndërsa kodi zgjedhor parashikon që shtyrja bëhet në rastet kur në qendrat e votimit ka ende qytetarë që presin që të votojnë, ndërkohë me mbylljen e procesit të votimeve, kutit po transportohen drejt KZAZ-ve, aty ku do të nisë procesi numërimit të votave.